Në Muzeun Historik të Shkodrës u promovua botimi i ri i shoqatës kristiane të grave shqiptare, 12 tregime kurajoje. Ky libër është pjesë e fushatës së 17 kundër kancerit të gjirit dhe përmban rrëfime të vërteta të grave që janë përballur me këtë sëmundje. Ky botim vjen në kuadër të fushatës tonë të 17 kundër kancerit të gjirit dhe përmban rrëfime të vërteta të grave që janë prekur nga kjo sëmundje. Gjithë ideja jonë ka qenë që t'ju jepnim zë atyre grave që shpesh janë të heshtura dhe nuk ju dihet historia, por edhe për të motivuar gratë e tjera që janë në të njëjtën situatë dhe për të dhënë shpresë, por edhe frymëzim. Puna me përgatitjen e librit ishte shumë e veçantë sepse ishin 12 rrëfime të vërteta ku ka shumë forcë, ka shumë dhimbje dhe unë jam e bindur të gjitha të 12 zonjat që e kanë shkruar kanë pasur dhe ato një proces çlirimi për të ndjerë më mirë dhe jam e bindur që dhe gjithë lexuesit do kenë që të mësojnë, jo vetëm zonjat e prekura nga kjo sëmundje, por sidomos familjarët e tyre, për të parë se çfarë përjeton një sëmur, si gjendet përballë lajmit të keq, si e përballon gjithë luftën për të shëruar, prandaj dhe është quajtur 12 rrëfime kurajoje, sepse ju bëjnë mirë jo vetëm atyre që kanë shkruar, por sidomos atyre që ta kenë duar. Promovimi i këtij libri ofron një mundësi për të njohur historitë personale të grave dhe për të dhënë një mesazh shprese për të gjithë ata që përballen me kancerin e gjirit. 12 tregime kurajoje i fton lexuesit të dëgjojnë rrëfime që shpesh mbeten të heshtura dhe t'i japin zë guximit dhe rezistencës së grave përballë sëmundjes.